Përshëndetje shipe, shpresoj që e mirë. Në këtë video kena me udhëtu drejt Zanzibarit për një pushim 8 ditor, në cilin kena me zbulu edhe gjinin e fëmijës tonë. E kem shfrytzuar rastin që jemi në një super vend për me bani gender reveal që s'kem me harru kurrë për jetë. Nejse, për me shku në Zanzibar e kem bani ndalesë në Doha mas një fluturimi 6 orë prej Zyrihit. Edhe e kem ndru avionin për një tjetër fluturim që edhe kjo ka zgjat afërsisht 6 orë. Zanzibari është një ishull me 1.9 milion banor që i përket Tanzanisë, e cila ka rreth 67 milion banor. Për gjona tjera ose për çmimet po jelo me zbulu gjatë kësaj videos, kështu që ju uroj shikim të këndshëm. Edhe këtë krejt me palma. Veç sa erdhëm në Zanzibar ose në Tanzani. Zanzibar është një ishull i Tanzanisë, pra. E kena marrë prej hotelit direkt. Sa ka kushtu transporti? $100. $100 transporti. S'do shumë mirë me taksi Po. për një fillim. Nëse merr një taksi prej këtuit deri te hotelit kushton shumë më lirë, ama na kena marrë direkt prej hotelit. Do ishim më kanë më të sigurt se nuk e dishëm në sa ora më rrim këtu, a është terra dita. Okej. Na pa shoferi që kena me shku tash te hoteli është afërsisht 1 orë larg, në varet nëse ka trafik e kështu. Shumë po më pëlqen vibe. Kasjan, do you know where is Albania? Albania. It's our country. I don't know Albania. You don't know? Or Kosovo. Kosovo? Kosovo, yeah. Kosovo, you know? You know, And Albania, no? No, but Okay. they say Kosovo. Në këtë rast pras me din as Shqipërinë as Kosovën thaj kom një, ama nuk jam i sigurt se ku është.
Për ndryshe këto vëzitet ka ona e majt, edhe vëlloni është 9-8. Blerina Blerina. castrati. Jo, ok, jag måste. Na prezantun vendin edhe kena pagu për sa net këtë? 3 net, $2,130 Amerikan. In your reception we have a few months. Po na bën pak një vizitë të hotelit tash, se deri në ora 2 nuk e kem dhomën, na jena ora 10 tash është, apërsisht. So that one is the boutique. Që të nvesh? So this Hakuna Matata. while on the restaurant here you get breakfast, lunch, sometimes dinner here. Okay. Deri në ora 2 jemi këtë, masi dhomën na përgatisin për ora 2, pra plazhi është këtë, ama fatkeqësisht deti është largu, është ajo fare zbatica që shepaternin. Blerina është aty, vendi është perfekt. Dhomën e kem këtë këto mdoket, 6 y. Kja këtë direkt mrapa. Nejse ta shijojmë tash pishinën pak. Na erdhen edhe do koktejla, në fakt janë pa alkohol këta. Hajde gëzuar. Dior me vonë. Niveli i detit të rrit për një, sa me thonë, 2 orë, edhe një 2 orë tjera vjen deri kanalt, janë të pastru plazhin atje. Ka më dok fantazi, për ndryshe edhe për rësitëm, Blerina ka marrë spaghetti bolognese edhe une peshken e ditës. Slimet e këtyne na shkojnë direkt në dhomë, edhe kur tikim prej këtij hoteli që kena vendru vendin, duhet me pagu edhe ju tregojmë sa na ka kushtu total. Dior me vonë. Përshëndetje. Hello. A kem një prezantim dhomës tash? Në prezentim. Wow. Që kena zakon na. Tam si jeni gati ama. Si jeni gati, wow, prezantimi. Si një njerit që ma shumë se sa në kamerë shka sheni jo. Ashtë shumë ma bukur njetë reale. Këtu veç derës në ka pëlqy, po okay. Po dera më dëk shumë e thjeshtë, ama, E banjës. po, ama, sa është problem. Tu hin direkt në dresim. Direkt në të majtë e ki një farë dresingi. Dresingi madh. Këtu banjë, edhe banjë shumë e mirë, shumë ka pëlqy. Prap ma e modhe se një apartament në Paris, si në atë video në Amerikës që tha Blerina. Këtu pra është dësh, nuk e di pse, po dëk e pak si... Gigant. Si jacuzzi kështa, mo dësh është. Për momentin ndishka shumë bazik, ama si del këto, me qujtë salon këtë, Saloni. e ki një pamje fantastike. Edhe këto e kemë dhomën. Dhoma. Okej, hajde dalëm jashtë. E mu që kja pamja din, shka po më kujtan? Maldivat. Maldivet! Maldivat po se po, si në çdo video, që e përmendem. Ama edhe jugi Francës pak po më kujtohet, nuk e di pse. Côte d'Azur. Po. Pishina për ndryshe kesh një formë këgja speciale. Këto mushe me hongër dot me parasit në restoran. Po, edhe me hongër këtë. Tash këtë ja shtojmë edhe Miamin me palma. Palmat çdo vend për e zbukurojnë. Edhe e kemi aty një farë rrugë të vogël, që mujna me shku direkt në plazh prej villës tonë. Këtë restoranti edhe punëtor të e pastru plazhin. Kish ekstrem shumë punëtor. U knash, një ona u knash. Që se kem edhe katin e nalt me prezentu. Për katin e nalt kish edhe jacuzzi, ama po do kemi e lajmru recepcionin. Apo që edhe banana kish. Edhe kati i nalt me teras. Tu
Fantazi. Dushi edhe një jacuzzi këtë. Palma definitivisht game changer. Këtu palmja e pishinës. Njerës, kem të shku me hangër buk, Blerina dul jashtë edhe qëne, është hana e plot atë u dok fantazi. Hajde zoj, restoranti thoi janë dhomë. Super që kësan. Muzik live. Ako ka një event, ku tash do të mi qitë bakshish këngëtarit. Ushqimi jem, tuna edhe patate, Blerina. Gambas. Karkaleca. Blerina smur desert hish. Dhe kena pagu drita që është $80 edhe 5 tip. E në drejt kena pagu 59 më duket. Ama është të kështu ju të regojmë në fund. Super pomje, edhe Blerina ka një mesazh, nesër shkajna pret. Gender reveal. Nesër pra kena me ditë gjenin e fëmis, a do t'jetë qik apo djallë. So fort që kja, restorantin në bërë shpis. A një plus me koncert, sonte. Po s'po na vjen me hec me ju pila. Po e vërtet. Nejse ka që ke përsët, ndëgjohëm nesër. Zoja dëshprime kastrati. Çfarë keni për të na thënë për sot? Na i kanë, jo na kanë anulluar, më kanë thonë ma mirë mos me shku me busat se s'është bukur, kështu që do të me shty për një tjetër ditë. Ama do me thonë tjetër ditë nuk kam e mujtë më sufre me busat sa mirë. Sure. Aha. Do me thonë u përgadit mirë kështu. Edhe po thet mo ka pak shpresë. Unë për veti jam loçkoman. Si të qona pi gjumit që shtë jam, dhe të thënë. Veç krejmë dilit kom qitë se nuk e dija po vrejet në ftyrë, ama në trëp, jam krejt kuq, më ka rogë dili. Veç një je kam najtë, nuk e di shka ish puna, që shtë nga ka ndodhë edhe në atje. Dili Afrikës. Po ama edhe kur kem në Maldive që shtë konë. E pra e shtym për nesër, a? Po, normal për nesër nëse na premton natyra. Dëshprime, t'lukna. Këto janë gjona që s'mujna na me vendosë, hajde. Se mujna edhe qëto me bonë, për vejtje kësha po qëto në salon gender reveal. Shkojmë me hangër me në gjejsin tash. Dëshprimja e mu një avokado tas, edhe një orange juice, jo pamplemousse është takje. Jo, fruta, me fruta. Një dishka me fruta, edhe më një pancakes me një espresso. Okej, organizu dita për sot. Në ora 1 kena me shku mi po da brejshka detit, as dishka. Duhet tash me shijojmë pak pishinën. Më kisha dasht edhe qëto mi provu.
fillu më shef për diellit sa më shumë se mund ka kuq. Po shkojmë me hongër buk një herë. E mora një pizzën, në pamje po do këtë shumë e mirë, Blerina pasta. Pizza u konë perfekt, edhe Blerino si pëlqej. Rruga deri në recepcion, po na do këtë pak si në Maldive. Hello! Qëne, si të kalojnë këtë, këtë na vinë peshit te ura këtë. Që mendojnë se po jo qesëm me hongër. Që veç këtë vinë. Që, autobun. Si po vina direkt po dalin kështë. Edhe që recepcione jena pak me vënes, na aty na prit taksi për me shku të aktiviteti. Edhe logo, ikona. Edhe erë taksi. Yeah. You are taxi to Salam Cave. Yes, thank you sir. Hello. My name is Suleiman. Suleiman. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. I am Elson Elson. and Blerina. Welcome Zanzibar, my friend. Thank you. We are from Albania. Do you know where it is? Albania. Albania? No? No. In Kosovo? Oh, I listen Kosovo. But Kosovo, okay. I diti. Edhe dje kur thamë jena nga Albania nuk e diti, Kosovo po. Për aktivitetin që kena me bon, kena me shku mi po do Brejshka, me një vend këgja special, edhe kena pagu $160. Këto është i përfshin, dhe me thonë, aktiviteti edhe taksi me shku edhe më këthuj prapë. Një orë diku është largë, e mund është me gjejtë taksi edhe më të lira, mo na po dujna më konë sigurt, për shatë të arsye kena marrë direkt prej hotelit. Sa mirë, qëfar vibe i fort. Po në do këtë vetja si ata kineth kur vinë në Evropë që filmojnë gjithë shka. I thamë me në mësu dhe fjallë në Saweli. So, thank you, it was Asante sana. Asante sana. Asante sana. Yes, hello, Mambo. Hello Mambo. Mambo. Yes. How if you want to say that slowly, pole. Pole pole. Yes. Ka dalë me thonë pole. Yeah, slowly is a pole. Pole. Couple of the juice, another fruit, maybe red banana. A këtu koka? Wow! I lojmë sandalët këtu, edhe shkojmë aty poshtë. Me rikolio të për. Koka pak rrezik, a? Sorry. Thank you. Wow!
mira. Tepër. Po knaqe. Edhe kokën të respektueshme që me rampë vojna, apo çe? Qish ka fi bën patikës? Qish. Çfarë hajni? Ço e marr? Po dën me ja vjedh sharap. Qish. Sheri vogël. Për ndryshe ç'ish ka aktiviteti? Perfect. Fjallë s'kam. Edhe unë kënaq, shumë eksperiencë mirë. Çe jeni ti pati poshtë? Shumë e kom pas ëndër me notume që si Breshka. Na tregoj Sulejmani që ka një herë deti pra kur largohet, aty mrena ku kem nuk ka ujë hiç, edhe ka një herë kur rritet niveli i detit, domethënë aty në cave ku kem ka më shumë në të parshpellën, ka më shumë ujë. Hinë me një butik edhe jena të marrë këtë ndrejsën këtë, edhe këtë roz të Zanzibarit. Për $12 se cila. I morëm këto ndrejsët pra, kështu janë të nanaj. Wow! Lërsa në prej nishit në 200. 200. Is better than Brazil. Better. And that's Nike. That's Adidas. Better. Hello. So lonely, Mr. Lonely, I have nobody. Nobody wanna see us together, but he don't care, no, 'cause I got you. Thank you, Suleiman. Thank you. You're the best. Thank you very much. Asante sana. Jena knaqësat. So mirë, deri në dhomë gati po hina me ketë. Thank you. Qfar super dite, edhe ala su kry që kja ma e mira. Tash po lahëm pak në pishin, po prejsëm dhe i bjën t'i. Okej, na erdhë ushqime, kena përësit në dhomë kësaj radhe. Kena marë pasta me Me karkalica, 2. Okej. Tini cheesecake me Desertën e kom marrë cheesecake. me passion. E Blerina. Tu pas Normal ka shkrim. akullore o konë. Okej, ku ka shkrim. Edhe kësi, torte. Okej. Për këto dy Coca-Colët edhe për faktin që kena marrë në dhomë ushqimin, u dash me pagu $15 më shumë për në dhomë, edhe $5 i bënëm tips, a bo diku 120, mos gabofsha. Trek. Ja, tryck mig, tryck. Att de inte som komma. On bara hur Can you help me? Yeah. Thank you.
Juve që jeni të na pa prej vlogit, mirë mëngjes, sa po shpjegova në atë videon e Gender Revealit që janë pak me vonej, sa a kena atë hotelit që kanë me na dërguar të po. Normal kena pas para 35 minuta me shku të ai far ishulli që ndodhët Allah i di ka besoj. Për momentin s'po përgjigjen. Na ashtu kështu sa të kena me bë Gender Reveal, që se mojmë këtë e mojmë në aktivitetin që kena me bë mas dita dhe atje është shumë bukur. 30 minuta me u vonë. Prap na deshtaj plani. Deshti me kastrati. Fillojmë prap ditën kështu me një deshtim. Si po ndihesh? S'ka gojlen, jam sumo. E pra tash e aktivizojmë planin B, ose planin e dytë që është me shku në atë plazhin ku kena me bo aktivitetin mas dite. Prap kena marrë si dje, do të thotë në pancakesa, këto fruktat ashtu kështu po t'i bishin edhe unë një kafe blerina një orë në gjysë edhe shak e marrë omleta? Po, edhe avokado. Edhe avokado dishka. Shumë shumë aty u duk. Edhe unë prapë po marrë si dje se më ka hongër shumë. Okej, po shkojmë tash për Gender Reveal. Në këtë topin këtë është ngjyra se a ka më kanë qika djallë pra. Edhe bëllë po tuk nëse po hapët topi, po ndo këtë jo qash mirë. Okay, pra shoferi quhet Abu, right? Yeah. I have a question for you. Do you know where is Albania? Albania. We are from Albania. No? And Kosovo? No? Okay. Kërkosh speden ku është Shqipëria, po edhe Kosova do pedina më mdo këtë për ngatrojnë me diçka tjetër. Erdhëm. I bënëm 55 minuta. Edhe pse sa shumë larg, ke shumë as i pengesa rrugës. Aktivitetin këna me bo me Aleksin. Darina është aty të këqyrë souvenirs. Edhe na tha që normal kena me pas ku për me shku të aj plazhi aty për me bo Gender Revealin. Okej, grupi jena 6 persona, edhe i kem dë Francez prej Parisi. Vesh parla albanez. Plazha këtu e bukur, ama fatkeqësisht niveli i detit janë të pa. Ka kjona kënej në lindje e kanë ma shumë këtë problem. Në veri edhe ka ona tjetër, në perëndim, vrejot ma pak kjo efekti. Që atje ka ishulli. Ku? Po atje. Atje mrapa po shiot ishulli. Là c'est notre troisième chance. Ah non, t'inquiète. Normalement la troisième c'est la bonne. Vous voulez qu'on vous filme à un moment donné Ah alors avec plaisir. Ouais, y a pas de souci, bien sûr. Hello. Can you take this please? I just take that. About Mnemba Island, we are not allowed to touch the Mnemba Beach because it is private owned under control of Bill Gates, so we'll just do tour around Mnemba. That is all. Ai ishulli ku kena pas plan me shku për Gender Reveal, ku ka I Bill Gatesit. Kështu që na shta nuk mujna me po qysh do të tashuaj. Normal është e trejta e vërteta. Hakuna Matata, Jambo. Habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Zanzibar yetu. Hakuna matata. Hakuna Matata. Karibuni Mnemba. Hakuna Matata. Sote tunawapenda. Hakuna Matata. We happy together. Hakuna Matata. We can jump. Okay. Let's Master. Yeah, you can. Yeah.
Wow! Kanë kalu shumë afër. Nasty. Tash me ekipën e Anijës, vendosa me I pyet, a mendojnë që është beba çik apo djalë? Pra Blerina fillan? Çik. Alex, girl or boy? For me, I sing a girl. Boy. Egal il a dit. Yeah, I Okay, say egal. girl. And you? Boy. Boy, yes. And Boy. 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 Like boy. Younes? Boy too. Boy. C'est pas possible. Boy. Boy. I think it's daughter. But you wear blue. But I think it's a girl. Okay, it's a boy. Non, it's a girl. We will see it. Hello. Vendez perfect, hein? Alors regarde Younes, tu fais comme ça, tu tiens juste comme ça. Ouais. Et là c'est en train de filmer, c'est tout bon. Ok. T'arrives à voir un peu? J'arrive à voir là. J'arrive à voir. Ah, faudrait pas t'embêter. Ah non, t'inquiète. Voilà. Ok. Vous vous mettez où? Vous vous mettez là avec l'île derrière ou vous vous mettez ici avec le fond derrière? Comme vous préférez. L'île? Ok. Pas de soucis. Donc là c'est en train de filmer hein. Ouais. Ça marche. Bah de toute façon tu recouperas toi après. Au montage. Ouais, je pense. Ouais. Mais faut pas que j'évite de le voir sur la vidéo quand même. Il laisse s'il bouge. Ah, c'est pas grave. D'accord. Thank you, sorry. Bon bah on avait tort. Ah, je suis trop contente, Dieu merci. Sorry? These things I can put on the boat. Ah, thank you. Ah, je tremble. Bon bah, bra qika me kanë. Oh, shumë jam gëzuar. Edhe une. my Luisha i gara të kur thejsha që kam u kanë djallë. Jam I knasht edhe më shumë se është shik e di që kam e dashtë edhe më shumë. Urime edhe një herë. Oh, je suis trop contente. Et merci à Rosa, Younes et Alex. Yeah. Et à toute l'équipe. Merci. Perfect. Again. Alex, zuar. Suar. Jeni të pa, u çdo plazhi, ka shku shumë shpejt. Kena ardhur në momentin e duhur. Me 20 minuta vonesë besoj nuk kishe mujt me vao gender reveal, na kish dështu edhe era e tretë. U çdo plazhi. Marrëm një ananas. Lahëm tash pak bashk. Vendi është parajs. Ishulli I Bill Gatesit këtë. Il s'approche les animaux? Le lion.
Ouais. Nous, il était là, alors. Bah, Non. toi, t'es là, et moi, je suis là, vraiment. Ils ont l'habitude d'avoir les voitures autour d'eux Ouais. et ils se sentent pas attaqués. Ah tu ouais, vois, ouais. donc, On avait 2 énormes lions en face, on a vu aussi des lionnes, je pense une 13 lionnes Ouais, qui étaient en train de se nourrir d'un ouais. bouffe. Et c'était vraiment comme je te vois là. Il y avait des Incroyable. On a vu On en a vu 13 aussi. 12 12 en file indienne comme ça qui avançaient. comme ça qui cherchaient Ils de allaient l'eau boire. et tout et après ils sont allés boire. Ah, ça c'est incroyable. Po na tregojnë, e kanë bën safarin, këta kanë bën të kundërtën, kanë shku mas pari në safari edhe tash kanë ardhur knejna në plazhe kështu, në Zanzibar. C'est-à-dire qu'on croisait tellement d'éléphants. Edhe po thonë që kanë pa shumë kafsh, shpresoj me pas të njëjtin fat si këta. Qu'est-ce qu'il y a? Faudra le couper de la vidéo ça. Ah, il y a un truc qui m'a piqué. Ah ouais? Ça doit être des... Un oursin? Ouais. Attention, il y a un autre caillou derrière toi. Ça peut être des oursins, attention. Hein. Un oursin, ouais. Ah ouais, faites attention. Lërin ruja. Në kanë ide i ri qatë detit nashta, atë më dhejmë qëmë koma. Nashta do të me hek tash. Qene, që më ka inë kom. Gonna take it up. Can you help me? Yeah. Ah, thank you. Thank you, bro. Edhe po, pra, 100% kam o kanë qik. Check, mo, Qishe? Na morën dhe illa detit. Nuk e di, është mirë me i kap kështë ndorë Only 5 për to. minutes, please. We have Non, ça bouge pas. It don't mouse move. legs. Yeah. It's moving. Is moving? Yeah, but when you touch it, Ah, okay. stop moving. Pra, kur pe preke, nuk po luj ka mo, nuk po lëviz ka. Take us some picture, please. Take us some picture. Baru on peut reparler. Edhe arritëm në plazh. Thank you, bye. Yes, welcome. Thank you. Dhe ja blejtëm edhe një ndres që ki lushit tonë. Bon, il est temps de se dire au revoir. Bah, à la prochaine. Rosa, Ouais. Encore félicitations. merci pour les vidéos. Je verrai vos aventures Le dans la Youn, vidéo. merci. Ciao, mon vieux. De l'autre côté, à la prochaine. Encore félicitations. Merci. Encore félicitations, profitez bien, amusez-vous bien. Et oubliez pas de liker sur YouTube. Hein. Voilà, t'inquiète. Ciao, bye bye. Portez-vous bien. Thank you. Thank you, Alex. Have a nice day. Thank you. Okej, pra Blerina e pyeti ChatGPT-n cila është mënyra më e mirë për me hek këto, se s'ke mundër me ato të vetlla me hek. Edhe çati tha bash çatsa nuk do të më bën se vetë ka shkojnë më thellë. Edhe na sugjeroi pra me provu me ujë në zejt, me lanë komën ujë në zejt edhe tani mas disa kohë ato po delshin vet. Po do keme bën ka 2-3 herë në ditë. Ja ku ka shumë zet. Do, pa sa më shumë nxehtë që mënesh. E këta të hotelit për 2 minuta na prunën. Si jo tham e kem çet problem, direkt na prunën këtë. Outfit për sonte. Se jena të shku me hongër në restorant Afrika Mama po qojke, edhe jena vesh pra me ngjyra të Afrikës kishe. Mama Afrika, restoranti. Jambo, this is your signature cocktail. Yes, thank you. Thank you. This for madam without alcohol. Okay, thank you. Never once
kena muzik live edhe këto amuse-bouche, ose që që thonë qep? Antipasta, që e thonë ti? Banana chips me avokado edhe një farë sose. Koktejli shumë i mirë. Për shkak të copyrightit, m'duhet me ja ul zonin këngëtarës, ama kënoj ke ekstrem mirë. Çfarë zoni të mirë? Ekstrem. Chicken avocado salad. I kena dy të njëjta? Tepër bukur. A kjo dhe të njëjtë? Po njëjtë. Po jo thëmë prej qitashit që ka mu konë ekstreme mirë se shka kena ongë deri tash në këtë vend u konë perfect, 10/10. Patate me bif edhe Blerina ka marrë linguine me... Si gjithë, me seafood. One, two, three. Okej. Na pas ka ardhe dhe deserti. Pra unë ke sorbet mango, Blerina. Chocolate cake. Edhe këto besoj që kanë më konë perfect. Shefi Dula i ka përgadit këto ushqimet sonte. 10 of 10. Thank you a lot. Thank you, Alan. Thank you. Okay. Bye, thank you. Shumë e bukur që ka pishin.
A shkum? Go. Tata, bye. Bye. You see the monkey? Thank you. Pra, çmimi është kështu. Këtu më një pa shka kena pagu për krejt ushqimët e gjona. $855. Thank you. Në prunën e ka një ujtë ftaftë dhe tash në erdhë taksi për me shku te hoteli tjetër. Taksit po janë gjithë gati të njëjtë, veç shoferi po ndryshon. Sulejman, Yes. do you know where is Albania? Albania, it's a country. Albania. No? And Kosovo? Yes. Kosovo, yes? Yes. Shqipnia në kërkosh nuk vedin ku është, nuk i thojmë Kosovë, po kanë pak dyshime, ama pengatrojnë më dokët me diçka tjetër. Rruga e pa asfaltune koha. Po në thët që është një rrugë këta, ama rruga e blokune. Këtu po që të ishin me jek papuqet. Ja. Po ti marshin, tani ti dhojnë kur shkoj. No. Ue. Okej, kjo është hoteli i radhës. E Blerina ku ka ullat e. A du të me hekë së ndalët, a? Okej. Hello. Thank you. Po të vajkën një masazh të kamve, edhe piti pas frajkën kamt. Edhe këtu kem një masazh edhe një pastrim të kamve pra. Recepcioni është definitivisht perfect. Edhe vibe është shumë afrikan po. Welcome, got some sensations. Thank you. Po ta bën vizitën. Your name? Pradeep. Pradi? Yes. Okay, Pradi. Pradi na bën vizitën edhe unë tash. Edhe të hotelit. So enter everywhere the sand is like this, like here, here restaurant everywhere. Yes. We are so connecting to the nature. The plantation is privacy here. We have just 20 rooms. It's maximum 40 guests. Then shisha bar. Ku ka një shisha bar këta. Pishina është wow. This is the pool in the middle. Yes. Gjelbrimi i njëjtë si në Maldive. Yeah, it's look like Maldives. The, Yes. the mangroves, the plantation. Tada! Para mirë se vini në Afrikë Dhe në Parajs. dhe në Parajs dhe në Indonezi. Bash. Si në Bali po do këtë pak. Tajland, Bali, Po. Azi. Tudum! Wow. Qysh thamë pra dizajni po do këtë shumë si në Tajland, më ka ona më njëjtën kohë edhe si në Afrikë. Këtu e kemi një vask ose një kod. Atje e kemi një akses për me dalë në shezlona edhe pishina nashta pak e vogël. Kam të po na djegin, kështu që shkojmë direkt në dhomën tjetër, që është dhoma fjetjes. Welcome. Edhe prap i njëjti vibe është pro. Era pi vjen shumë era e mirë, Këtu edhe këtu një dush ishtë. dushi po. Edhe ka ona tjetër është tualeti, diçka shumë e thjeshtë. Për këtë dhomë kena pagu 563 frangë ose $707. Unë jo qes ashtu kështu në euro. Është pak shtrajt me thonë drejt, ama Është all inclusive. all inclusive. Këto dhe me thonë edhe drejkën, edhe darkën, edhe mëngjesin. Edhe pijet non-stop. Edhe shpije në nësta. Amo, tash na shka kena bon, nesër kena me ndru vendin, kena me shku në Tanzani.
Kështu që kena e pejt. Vetëm sonte këtë, e nesër kena marrë një dhomë më të lirë në këtë vend. Për nesër flasim. Tash më shkojmë me hangër buk. Si në Maldive që të pëmt. Njëjtat janë më doket. Është Shqiponjë. Yes, thank you. Restoranti ko ka këtë, edhe plazhi. Edhe plazhi, kështu pra. Kur i kthejo deti, besoj mundet më konë perfekt këtë. Edhe këtu ka qashtu a? Njejt. Pasi hoteli jo nuk kanë anaj dika. Menyja kështë. Normal, në ora 3 kena me hinga këtë, nuk e kem all inclusive normal, ama erdhe ai shefi, edhe tha prej tashit e keni all inclusive, edhe pse na do të me hinë dhomë në ora 3, kështu që faleminderit për tyne. Kja është chicken s'dishka, edhe kja sallata greke. Edhe deserti, fruta, blerina, cheesecake. Tepër i mirë ushqimi, edhe këto 10-10. Uri këthim dhomë edhe kena përësit koktejla. Masi all inclusive të këshyrëm t'ja nëzërëm. Hajde shkojmë me koktejlin e Zojës. Pa alkohol, a? Thank you. You're welcome, dam. Edhe koktejli Zotris. Edhe keshtu menu me shku me këshyr. Ai problemi me batic që shjo tham parzit. Nashta tash ori këthuj deti. Tash e qaj dronin e këshyri me dronë. Shkojmë kadeti. Që kjo pishin s'kam pa qështu. Hello. Hello. Vendosëm me marrë këtë krevatin, mi thonë këtë, shëzlën krevat, prej këtuit mujna dhe me përësit ushqim, koktejla, shka dojmë. Që të regaj edhe ujnë e detit, ama fort jam të utut, mos më minë prap dhe si thera në kom. Shumë i trëbëll të uje. Ama për ndryshe shumë i nëzejt koka. Hello! Më tuti se po ashesh. Po shkojmë i këshyr pak qata fëminë se ishin të lu futbol. Hej. Uji i detit, edhe kur të njërë së shpak veç kësen në uja të knaqësh.
Këgja fort peluin, se në zallë është ekstrem shtirë, si më kanë në sport tjetër. Hello! Qërne, nashta... Pare nuk kanë qatë shumë, ama besoj që mujnë me pas një jetë më të mirë se na në Evropë. Me hangër me pika nësot dojnë besoj këtë në Zanzibar, nuk po më do këtë që është fort problem këtë. Tani a kanë, as kanë Mercedesa, s'kanë nevoj për Mercedesa. Person të po flejnë ashtë. Shumë e bukur që kjo pishin. Oh? Wow! Definitivisht i ka ma e bukur se moksi. Po shkojmë me hangër bëk, e nunel rrymë ma parzit. Kanë bo nja 15 minuta deri sa kanë lëshu agregatin. Te ikona, 1 minut, maksimum 2 minuta besoj u vëna kje. Kur s'na ka penguat, jasë që e vrej shumë gati. Këto u vënu pak, po nashta u ka në një rast special që jo ka prish. Se po, pra këto në Zanzibar për nalë ke rryma. Antipasta, një farë salate, kjo nuk e di as veç ka tha që është, edhe kjo që që pa të janin? Samusa. Samusa. Nuk mujtë me zgjedhë kësaj radhe. Prap në erë një mocë, si një gjdo pushim. Shuat qyrë. Në erdhën dhe përkjata tjera, këtë t'jemë më do këtë pasull po më do këtë. Kjo ke peshk, edhe... Këto pull me papaj. Okej. Në erdhën prap këta. Deserti. Mirëmëngjes, ora 4:45, tash po nisëm për safari. Thank you. Okay. No, tata. Shqyqër pas ka orë taksi e pas ka gjejt, se u konë këgja shtirë. Morning. Ni orë me vonë. Erdhëm në aeroport, ku ka vullos kamera. 6:01, flutorimin e kishëm në ora 7. Nuk është kë, shqyqër, është aj tjetëre atje. Aj, normal që tu u konë.
Me lidhse. Nuk e dija e pot te flutra, nër flutër, pat lidhse plastik. From the cabin and one door at the front of the cabin, the immediate flight will get you to an exit. In case of a decompression, oxygen mask will... Pista e pa asfaltuar. Bye, thank you. You're welcome. Okej, tash na do të më shku ku shkruan Simba apo Kastrati. Hello. Elson. Verina. Good? Good. Okay, so you're most welcome. Thank you. How was your flight? Perfect. Yes. My name is Fidel. Fidel Castro. Yes, Fidel. Let's go. Bye. Ja, më do këtë më thuj kamera. Po thuj? Po. Pse? Se di. Nuk e di këtë jashtë objektivi po do këtë njëra, më do këtë mranda u thuj kamera. Që më tuta që më ka thuj kamera, më jo, veshin e të po këtë një kime do të më kone mikrofonit. Zjajin e të po. E unë mendova që u thuj kamera prej mranda. Më do këtë se unë rajsh kamera dhe që në shajim të po, elefant. Also crocodile? Oh, it's bicycle. Yeah. Si, si, si. Këtu është një krokodil, këtu hipopotama, edhe elefantat po vinë me pi ujë. Po arri kanë njami njaj për një tome, edhe sa afër krokodilave. Qire krokodilin fillat i përpara. Picit hajó, ez jó, a kezedet úgy kellett volna. Sofréksom.
Qëra? Hajti mu. Like a sun cream. When it's too much hot, they try to put the mud around the back in order to regulate your body temperature. Yes, also they put mud like that in order to This is the young male, so that is female with the babies, mother with the baby, so they don't like to stay together. Sa të bukur zebrat. Nuk kam menduar që jetojnë që kaq afër njëna tjetrës kafsht. Sidomos hipopotamat edhe krokodillat shfrytëzoheshin me një farë mënyre njëri tjetrin. Ai hipopotami shpeshherë po myt ke kafshë tjera veç për mu mbrojt, e tani krokodilli pi hajke. Për çat arsye më duket ta po rrike afër. Këtu kemi ca antilop kanjon. Piquishin edhe antilop McDonald për shkak se mrapa e kanë si logon e McDonaldit. Good? Zebrat, elefantat. The tree? Del tree. Yeah, that is a baobab. Baobab. Yes, baobab. Ah, c'est l'arbre qu'il nous avait dit. Baobab. Kjo lisi mrapa është baobab. Yeah. Edhe zebrat mrapa aty. Tepër bukur. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Një luan këtë. S'po tutet që pishkimit na jumë. Sa žena po vrejet që jena të pengu. I lodh po loket. Këgja unë të të më do. Nuk e dhja i hanë turistët kjo ajo.
Pedler vezethet. Fotózzalak le, de... I kom menu matë portokall, po janë si gri, edhe matë mdhaj me ndajshë që janë. Shumë po mdoken të lëthë. Për ndryshe është ndalu në mjoshy, jo veç lanë, por krejt kafshët. Po dil piktuit se po na me I theri. Yes! Qëne ku ka I? Jo po thom keri. Mini bari këtë. Dhe mora një Coca-Cola, Lërina s'po dhe mësan dhe herë. Gjënat ja kishëm dhënë dhe ujë Luani, ta mos kim drejt. Cheers! 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 Wow! Kongon. Unë adëm këtu mes Luanave, një vend kishe ma safe këtë, për me bo një pauzë. Eksperienca deri tash? Perfekt, s'kam fjallë. A mujna me thonë 10-10? 11-10 më nëshme thonë. E, po më do këtë tash e kena meritu me hongër dishka. Sa është ora? Një e 20. So now, 1 hour for eat? For the lunch. For the lunch. Yeah. Ok, pra përëshem, kena buffet, është në qatë çmimin, nuk kjo kena thonë alam do këtë çmimin, buffet, edhe pijet I kem gratis. Pomfrita, oriz. Nga buffeti janë mora pomfrita, pak oriz, mish lope edhe salat. Lërina ka marrë shpageti mdokët, pull, oriz, tana I ka marrë. Edhe si desert mdokët kish bostan ose shalqet. Që kjo majmuni këtë kish një bebe. Let's say një. Kër shku me hongër bëk, na thanë merë një qantat krejq ka keni me veti se vinë majmunat me vjellë. Dhe këshërni, që këtë kësen të tjetër. Ouais, là aussi il y a des défis. O knasën, edhe me vjedhë, si ngu të kësh. Hajtë se majmuna jetë. Hajtë se majmuna. Po këshëre, bëllë mirë pa din. Me bo shërë atë. Bre pisa, bre ftër majmuna. Qështë të da kushtimi? Mirë, s'ke kesh. Ty japoni falinderit me këj, që. Ma të respektu shumë elefantat se dë njerë. Që këtë dhe të?
They are coming here. Ah, for drink. Yeah, for drinking and putting more sun cream because now it's too hot. Po freskohen. Tash po shkojmë të testu edhe ujin se ç'është doket. Ah! 1 metër larg. Bye, Omar. Thank you. Bye, thank you. Ora 19:31, normal kena pas me ardhë në ora 6, amo na kanë dërgu me një hotel tjetër, me do tjerë persona kanë gabu, edhe kur e kuptum na, u kanë shumë vën, i kena hub dikun sa pi vjen 1 orë e gjysë ashtu diçka. Po me rëndësi jena nash. Tash jem të shku të një dhomë tjetër, të një ma e lirë, e kena marrë ma të lirë se masi si na kanë të ditën këto, s'ka pas nevoj me marrë dhomë 600 euro. E kena marrë një shumë të lirë, tash që tregojmë edhe çmimin. 170 franga, unë ju tregoj me euro ashtu kështu. Dhoma për ndryshe po doket ma e madhe se ajo tjetra ku jena kanë, për shkak se ato janë kanë 2, dhoma fjetjes edhe ajo tjetra që nuk ka dash san. Edhe për safarit që kena tregu më doket deri tash, 821 pe bajmë franga. Në këtë çmim do me thonë e keni taksi, po, me ardhmë ju marrë në hotel, me ju kthy prap, avioni, me shku edhe më kthy, ushqimi atje gjatë safarit. Edhe bileta portit. Edhe bileta për me hinë park, po plus tani kena pas edhe pije gjatë safarit. Për neve është çmim korrekt, masi kena hezitu në fillim mi ban 2 ose 3 ditë atje në safari, amo sinqerisht i shkon tepër për neve. Blerina tha kisha pas shef me pa edhe një gepard, a leopard, nuk e di çka tha. Është shumë vështirë me pa. Po ai është vështirë me pa, se po më shef ke. Unë vesh luanat, elefantat edhe gjirafat kum dash shumë i pa, po shkoj me angbog tash se shumë jam mund. Kishëm ardhë ma herët e kishëm provu edhe këtë pishinën, amo fati deshti ndryshe, jena të ikë pe i këtuit pa e provu këtë pishinë. Shumë e fort për doket. Nesër mëngjes, zbesoj. Nesër kena me prej deri në 4 mas dite, mas i sot jena shumë 4 mëngjes. Okej, pra, e kena all inclusive, amo s'po mujna me zgjedh shka po dojmë. Mu sa që po më pengon shumë, se unë e çdo herë i marrë ato gjanat që jam i sigurt që më pëlqejnë, kështu që pak më nxjerr pi comfort zonës. Këto kem, çka kem këto? Mama se di. Ty Benedicja, na tha anglisht, këto kanë noodles më duket me pul. Diçka. Edhe që kjo nuk e di çka ke. Ato kanë antipasta tash kem, peshkiditës besaj, bif edhe oriz me pul. Për desertën e mora një sallat frutash edhe Blerina një ice cream me Stracciatella. Mu më pëlqej ushqimi deri diku. Mu heq. Problemi po është që s'po mujna me zgjedh këto, edhe pse që është ma herët all inclusive s'po mujna me zgjedh. Nesër prap kena me ndru hotelin, kështu që natën e mirë e njëm nesër.
Mirë mëngjes. Po shkojmë me hongër mëngjes pikërisht edhe pak po him në pishinë. E vibe Maldive. Pe provojnë edhe pishinën pak para ceremonisë, që blerina atje. Shumë e madhe. Bash jam t'i dasht me ditë, a moj... Spreksha. Nuk prek? No. Kështë kesh të thonë, jam t'i dasht me ditë, a moj me hinë në rruj prej atje deri këtë. Shumë e gatë më ndohet. Normal moj. Ajde blerin ta provoj jana? Unë besoj që mënesh. Po çfarë të besume? Me që abona rafsh. Ha, më duket që po, a? Si peshk. Wow, bravo! Tepër e madhe. Shkojmë edhe një herë andaj. Neshi. Ku ka dhe e thellë? Qëre, ty të mlen, a? Po. Lerin të jam ush në rujt prej kështu i dhe i qatë. S'du mi lag flokt. A thua, anavl moshat ka bjerë. Plus shtram të jetë moj. Okej, bagazhet krejt në rregull. Thank you mdam, bye. Bye, have a safe journey. Thank you, bye. Maku Oasis është hoteli i radhës, kështu që shkojmë dhe ta shohim çka po thot. Taksit janë krejt njëjtës kompani edhe po janë shumë të mirë. Në çdo herë ka klimën këtë mrapa shumë të mirë. Edhe kena pagu për taksi $60. $60. Ta kisha marrë prej këtij hotelit tonë, nuk na kishte kushtuar 160 më duket. E morëm prej atij tjetrit 60. Pazar. Thank you. Erdhëm. Maku Oasis. Kjo është pishina e përbashkët që është në këtë hotel. Dhe me thonë janë 4-5 vila me sa kuptova. Edhe na kem këtë që është këtë, në gjatë. Tash po shkojmë. Okej, e kem zonjën këtë. Ajde me na po prezantimin Blerin. Pra, vila është në 2 katë, për ndryshe e ndëgjut një agregat. Është për shkak se në Zanzibar në lutruj më pra. Agregatin na tregoj kur e lëshojnë, nuk pëlqejshin çdo herë, bashkë në momentet kur po duke e na tha e lëshojnë. 5 orë tani përmajshin një pauzë. Nejse, kështu është Kuzhina një herë. vila, këtu një kuzhinë, mo që s'kena me përdorë këto. Krejt stil bali, po ndu. Edhe këtë saloni. Kom në zallë kem këtë kam. Ti për një që kjo. Po. Këtu ku këna mangër buk. Edhe pishina. Pishina. Pishina pak ma e vogël se në ikona, ama ma e madhe se atje ku kem parzit. Ti për një. Më rëzit. Perfect. Vendi perfect. Këtu një tualet. Kemi tualet poshtë. Një dush. Tualet dush. Dushi ka kja ona. Këndej lavabo edhe tualet.
sheshir. Pra, në dhomën e tjetjes se kemi një Banja. banjo, po, prap, vask ose kad. Qërë sa bukur, pasqyre. Qëshë? Korpa. Tepër mirë. Edhe Këtu një tualet. tualeti, edhe a ka dësh këtë? Jo, veç tualet paska. Edhe krevati. Bukur shumë, prej balkoni e kem këtë pamjet plazhit. Është rregulloj pak. Kështu. Shumë bukur. Edhe një san tjetër që interesant, krevatin mujna me nxerr jashtë. Një ti pa këto shinat këtë. Hajta nxerri. Po shkoj kale. Edhe e kem këtë pamë. Edhe kështu pra, e për këtë dhomë sa kena pagu blerin? Dhe me thonë ma e lira. Okej, në erdhë ushqimi. Une pasta bolognese, Elsoni hamburger. Po në mungan veç një salat e kanë harru. E aja tje u knaq. Okej, une po ha. Good appetit. Ke salata? Tash vjen. E kanë harru. Ambo. Thank you. Pastor Mavan. Tanë mas ditën e kom kalu i shtrinjë që atë, hisha kanë janë pishinë, më kesh marrë gjumi. Sanë s'kam basat. Amo ka një ditë që shtë do të më pëshim. Tash po dalim me hitë pak andaj ka plazha me këshyr vende që shënë për rreth. Thank you. Blerina në video. Po shka me bon. Hajte. Qau në shqem në video. E njerëz, tash kena me shku me një vend special. Ah! Pik trafshit. Hajt një patat e lullet. Rake edhe dyrët aty. Që kam edhe shumë fart. Fata vitit. Që ta kam për WhatsApp. Jena të mundu me gjithë rrugën për me shku deri në plazh. Që tu është një të majtë. Po edhe parzit të më thave që të drejt, ashtë, po na dul kë muri i Kinës për para. Uje këtë po më do këtë ma transparent. Amo janë këto algat, për që të arsye po do këtë nashta pak të trobëll. Jena të u këthy në hotel, edhe që kja rrugë edhe këto kablat, më do këtë fix si më kanë me një lagje në Kosovë. Edhe kja rruga këto e shtrune veç për foshat, për me fitu votat. Fix bre, fix si më kanë, që të ma shumë si në Shqipni po më do këtë. Ka Shkodra. Që edhe agregati i hotelit tonë po në njëtë. Fix si më kanë në Kosovë, kur të qojnë në qitore me bledi shka se kanë ardhë mësafirë edhe zgjedhin ty se të je ma i shpejti. Hajtë sa po shkën shpejt.
Shumë po më pëlqen që kjo hotel. Antipasta kena marrë karkalejca dhe unë e kam marrë shpageta pesto. Blerinës nuk I ka ardhur porosia. Ama tha që po ja bojnë tash kanë harru. Dëshprimja. I erdhe dëshprimi ushqimi që ke pasta Alfredo. Përndryshe Blerina parzit porositi mojito pa alkool e unë Coca-Cola. A më thanë që s'kanë mo Coca-Cola dhe kur tha s'kem mo Coca-Cola, I thash, okej, janë atëherën më një Coca-Cola. Unë alë Blerina me ta të më këshyrë dët, kem tha, po s'kanë mo Coca-Cola. Tash anë edhe unë njësaj pra. E që shtë dhe me thonë anglishtja jam, zdi, ka në herë më doket shumë mirë, poli anglisht ka një herë, sa është kuptaj. Nejse, na baftë mirë. Kjo ushqim na ka kushtu $54, kjo është shumë I mirë edhe neve na ka mbet me thonë, ndëgjohemi nesër. Natën mirë. Sot po të mytë ke dili edhe mirë shumë që ka dili, ama mënet edhe më kanë keq për neve se kena I bërë disa aktivitete sot. Ka me ardhe me na marra I gidi në ora 8 normal, gidi taksisti besaj, edhe mos gabofsha çdo herë kena më kanë jashtë. Kështu që zot me arru krejmë dilit, veç po ajmë mëngjes edhe po shkojmë. Ku ka t'jangë Blerina? Si gjithë e para. Palacinta me Nutella edhe one, avokado, mos I ke ndru? Okej, edhe frukta. Në erdhe dhe taksisti. Aku, pas ka dhe njerës tjerë. Kësaj radhe jena krejt mrapa, se jena me grupi. Edhe jena shtri si bosa. U bon kolon se janë rëzu do pëm atje do lisa edhe janë të I hek tash se kanë bloku rrugën. Jena të pritë që një 20 minuta. Mais regarde, ça, il y avait ça en plein milieu, ça. Që kjo ke kamionit që ju kanë rëzu ato lisat, për që të arsye jo vënum pa, një 20-30 minuta I kena hu. Dëshprime! 2 orë I kena marrë, deri sa kena ardhur. Nuk e di për çfarë arsye, përveç atij lisit që orzu prej kamionit, nuk ka çash larg me kilometra. Po nejse erdhëm në fund. Këtu jemi në Stone Town. Okej, për aktivitet kena pagu 127 frang, ama do të edhe $22 taks për me hi nishull atje për person. Kështu që 44 plus 127 franga.
Uje kristala. Ko ka e ndalune me ardhë me burka këtë. Këtu jemi në ishullin që quhet Prison Island, ku që pas sklav një kohë. Na të pegoj historinë e ishullit. Në 1873 nuk e kanë ndalu do me thonë sklavazhismin këtë, edhe janë kanë prej të parëve Zanzibarit që e kanë ndalu. Për ndryshe sklavët zakonisht në tha që janë kanë prej Tanzanis. Edhe kjo ishull u përdorë si burg do me thonë, ku i kanë majtë sklavët, edhe tani kanë pritë do me thonë me i shikë. Deri në momentin që janë shikë, kanë majtë këtë. E këto breshkat që kena mi pa ma vën, janë kanë dhurat prej guvernorit të Sicilis, më duket, pi Sicilis ta, ja ka dhënë për sultanin e Zanzibarit. Janë kanë dhurat, dhe tani janë shumë, tash ishin ma shumë se 100 breshka, fillimisht janë kanë 6. 4 a 6? Okej, 4. Deri në 300 vjetë më ishin vjetë. Për ndryshe kë ishull ka shërby edhe si spital. Këto ata që janë kanë të kontaminun prej smujve, kanë najtë në këtë ishullet. Në më thonë, kë vend gjithmonë nuk kanë famë keq, ose për këto smundjet e këqija, ose për sklavu kanë i njoftën. Që këtu i kemi disa sklavë. Ja ku jam. Wow. Wow. Para mendove se o kesh u kanë, më kanë sklav këtë. Edhe në paskit me paskit mrekulli. Nuk bën as mi prek, as mi ushqy breshkat. C'est la plus vieille. Quelle ma vie. Elle a 201 ans, c'est ça? 201 vjet kjo i ka. Ish dënim $50 nëse i ushqin, ose i prek breshkat. S'ki drejt mu futa të mrena. Ama koka ndë rrugës kështë? Kej pas ka 70 vjetë. Që kokën dhe tjera këtë pas kanë bloku rrugën. 101 vjetë kjo i pas ka që kjo e mojë. Që një të hecë. Ma e shpejta që pam deri tash. Kështu jo shumë të shpejta, ama kur vjen puna për me hongër bë, kështu nësa shpejta.
Tash kena me shku me një ishull ku pritet më kanë ujë edhe më mirë se këtë. Thank you. Pas ka shumë njerëz. Ama dhe koka shumë e madhe. Komendua ma vogël. Lerina ka hezitu me bo gender revealin këtu edhe te ai ku e kena bo atje. Pra qyshe pa tani na tjetri Nemba? Nemba këtu jena na Kupenda. Shqyr që e kom të Shqyr. Këtu jeni të pa po do këtë pak si një pazar më kanë. Ama shkojmë atje në fund plazhit, po do këtë ka gja mirë. Qysh do këtu je për punë. Apo shkojmë, 1 dhe 3. Uji i Maldivëve. Fantastik. Masi e shi unë këtu i për afërsisht një anë orë, shkum për me hongë bëk në një farloj tende të improvizume. Të kena omar, pulp edhe kalamar, pomfrita dhe oriz. Po vojna pak explore. Veç kujdes i ri qavdetit se e pash një. Peshti nuk pas ka thoja heq. Ama uje pa fjall jam. Nuk e di, a muj me thonë që është edhe maj mirë se në Maldive, besaj. S'po di. Dallimi është shumë i vogël, se uj kristal. Like buy maybe next time return back because at Zanzibar Island hakuna matata. Zanzibar yetu hakuna matata. Hakuna matata. Hakuna matata. Hakuna 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 matata. Thank you so much. Tash jemi të vëni vizitë të qytetit që po çoj ke, ç'është tham? Stone Town. Për $20 për person ke vizita, dhe më thonë 14. Këtu ku ka shtëpia e Freddie Mercury, një këngëtar i njohshëm. A më tash e bu muzik.
inside. How much the little one? 25. No, 20. Okay, come. Okay. $20. Ma ingine uze mfuko. Era bukin. Hakuna matata, eh? Thank you. Thank you very much. Hakuna matata. Okay. Bye. Sasa ukimwambia mtu kitu hicho haelewi. Premiera, deuxième. Ah, okay. Kjo ndërtesa këto është e para që është ndërtu në Stone Town, është e ndërtuar prej portugezëve, kolonizatorë portugezë, edhe tani kur e kanë kolonizu arabët e kanë vazhdu kështu dhe i kanë ndërtu këto tjera. Les Arabes, ils ont fini con la construction de ce fort. Ok. Alors, on a pris ici. Et là. On est sorti. Alors. Donc aujourd'hui, ici, à Zanzibar, en plein air comme ça, on a deux grands festivals là, ici à Zanzibar. Ah, ici à cet endroit-là? Ouais. Këtu po më kanë festivale. C'est lui la production du théâtre là, par là. Pour le théâtre? Këtu teatri, të po vizaton një artist, edhe atje vizatu Kilimanjaron, që është bjeshka më e lartë në kontinentin afrikan, që është diku 6000 metra lartësi, edhe po mdoket një baobab aty në shkretin. Edhe në sfond atje Kilimanjaro, shumë bukur po doket. Sangi po na mëson a lauda fjalë në gjuhën e këtyne, edhe na tha që kaka do të thonë brother ose vëlla. E nakupenda? Nakupenda të dua. Të dua. So nakupenda kaka. Po së më ki vëlla. Kjo shtëpia këtu është influencë e kolonizatorëve indian, edhe kjo këtu e arabëve. Edhe fjala Zanzibar është prej arabëve ka ardhur. Se ma herët këta u quishin Swahili, a qysh? Swahili, dhe kur kanë ardhur arabët i kanë quajt Zanzibar, që në gjuhën e arabe pibike diçka toka e dzive, po ose dzezakve, çashtu diçka. Këtu kemi një kish katolike. Pra atje xhamia e këto kisha. Amico, de sigaretta. Ici, c'est au centre de Stone Town. Qendra e Stone Townit po ka këto. Kjo pun kujton si plesht në Kosovë, që shto luin në përparqe. Nelson Mandela. Alaikum salam. Nuri, vipi hali?
Thank you very much. Thank you my bro. Bye. Bye. Jena knas. Salut. Rentrez bien, ciao, merci. Hola Stefano. Ça joue? Jambo. How was your name? Perfect. Kemi porosit ka një koktel gëzuar. Këto kemi një sallat greke, këto kemi shpageta bolognese, pomfrita dhe panko chicken zdishka. Kanë me në orë dhe dy pije që janë prap mojito, pa alkohol, ka $6 njona, që na kanë bënë gjithsej $53. Kishu marrë Coca-Cola, po nuk patën prap. Mirëmëngjes. Mëngjesi fundit në Zanzibar. Ka më mungu shumë që kjo villë, nëse në fakt krejt kanë më mungu me pri, nuk din ti. Shka puna me ty kështu dhe shprime. S'po kuptoj. Unë kam e hongër palacinka edhe omleta. Se kom porosita më. Kjo s'u kam plan po nejse, edhe pas ka edhe tam këtu, edhe një oren gjysa, shka koka kjo. Alo jam të ezitua me hi mola edhe në pishin se na kanë shty, i kena pyet ta bën me shty pak qëndrimin këtë, na kanë thonë po mundi me ndaj deri në ora 1, se kena plotërimin në ora 5 sonte, normal kena pas me ik prej thuajt në ora 11. Ama na thanë mundi me ndaj këtë deri në ora 1. Kështu që hajmë edhe drekën këtë edhe gjithçka në rregull. Dhe, po ikem prej këti super hoteli, sidomos për çmimin që ka pas. Kanë perfekt, edhe tash e morëm edhe taksin prej këtu deri në aeroport, veç $60 ka më na kushtu. Në hotelet tjerë ku jena kanë u bë çdo herë, minimumi u bë $100. Nëse po ikim tash. Dhe për ushimin e fundit në Zanzibarën kam marrë pasta pesto, blerina. Me homar që kena hongër dje. Edhe ushqimet e krejt këto që i kena marrë në këtë hotelin. Na bojnë, do të mi adicionu këto, bojnë 320, apo? 320 që t'i pagojnë tash. Edhe taksi që kena me marrë tash deri në aeroport, gjithsej që kemë hongë krejt, 320. Direksion aeroport, jemi knash. Për me ditë çmimin final për këtë pëshem do të mi shtu vizat. Nëse keni pasaport Kosovës do të me marrë në internet një e-viza që neve na ka kushtu 109 frank ose 121 euro. E nëse keni pasaport europiane mundi me marrë në aeroport kur më rrini në Zanzibar që kushton $50 ose 43 euro. Neve nuk ka dashur edhe një autorizim për dron që kena bë online edhe ka kushtu 130 frank ose 144 euro. Edhe në fund i kemi biletat e avionit kthyse për dy persona që kanë kushtu 1844 frank ose 2047 euro, e që na bojnë gjithsej pra 7581 euro. Faleminderit shumë që e shikut këtë video, shpresoj që ju ka pëlqyer dhe mirëmbëjtje.